20 aktorë të rinj në kostumet klasike që sjellin atmosferën e viteve 1500-1600, realizuar nga Berina Kokona, kanë sjell për 2 orë historinë tragjike të dashurisë mes Romeos dhe Julietës. Tragjedia e njohur për publikun shqiptar përuroi dhe sallën e re Shakespeare në Teatrin Metropol në Tiranë. Një sallë ovale me 300 vende dhe 8 balkone, nga ku spektatori komunikon me skenën në çdo cep të saj. Edhe orët më të them, jo mo vitet. 14 vjetë si kam bushur ende. Një ditë për para 15 bushur. Ajo mëson pishtarët si të ndritin. Kjo bukurime do nuk do përlyer se... Një zgjedhje domethënëse regjisorit të shfaqjes Kiço Londo për të promovuar sallën me emrin e dramaturgut të madh anglez me një nga kryeveprat e tij, Romeo dhe Julieta, që vazhdon të vihet në skenat botërore. Regjisori Londo ja ka besuar rolin e Romeos aktorit Lulzim Zeqa, ndërsa rolin e Julietës e Sela Pysylet. Për kreature luajnë aktorë të rinj si Floriana Galliu, Besmir Bitraku, Gjeni Fama, Adriana Tolka e të tjerë. Regjisori ka tentuar të ruajë gjuhën, tekstin, stilin, dekorin e asaj epoke, por nga ana tjetër loja e aktorëve përshkojnë nga fillimi në fund nga një ritëm krejt modern. Si është Julieta, pyes për të se po që mira ajo nuk ka asgjë të keqe. Romeo e Julieta, sipas konceptit regjizorial të Londos, nuk mbështetet mbi raportin e dy të rinjve të dashuruar plot ëndra për të pasur njëri tjetrin. Nuk shohim një çift të dashuruaris që vuajnë dhe ndërrojnë për njëri tjetrin, por një staf aktorësh të cilët i tregojnë publikut se sa shumë e duan Shakespeare-in, se sa shumë ndërrojnë që të luajnë kryeveprat e tij, dhe këtë e bëjnë plot pasion e dashuri.